Në kuadër të ditës botërore të televizionit, nxënës të gjimnazit Themistokli Gërmenji në Korçë vizituan ambientet e RTSH Korçës për të njohur nga afër me funksionimin e këtij institucioni mediatik dhe rolin e tij në shërbim të publikut. Mësuesja kujdestare Eriona Pambuku tha se kjo vizitë u shërben nxënësve për të kuptuar më mirë procesin e informimit dhe komunikimit mediatik, duke u bërë pjesë e një eksperiencë reale profesionale. Duke qenë se nxënësit në fakt në procesin e tyre mësimor kanë orë mësimore të caktuara për sa i përket botës së medias apo realizimit edhe të intervistave si pjesë e llojeve të teksteve jo letrare. Kjo është e një nga arsyet që unë mendova që gjithçka që ata shohin, lexojnë apo mësojnë, pse jo ta prekin edhe nga afër. Dhe mendoj që është mënyra më e mirë që sot të rinjtë të përthithin informacionin duke e parë atë vizualisht, duke e prekur dhe duke e provuar vetë. Të rinjt vizituan studio televizive dhe ato të radios, provuan emocionet e mikrofonit dhe magjinë e ekranit, madje për disa minuta u bën ata moderator të emisioneve të RTSH Korçës. Ishte një eksperiencë e bukur e cila na mundsoi ne të njihnim më tepër televizionin dhe të mund të kishim mundësinë të bënim dhe profesionin e gazetarit, por nuk ishte aq që thjesht sa dukej në realitet. Për mua nuk ishte era e parë që vija në ambientet e televizionit, por këtë radhë isha me të gjithë klasën, kështu që më erdhi mundësia që të vizitoja të gjitha ambientet që ndodheshin në RTSH. Nëse nesër do ishe gazetar, çfarë emisioni do të doje të moderoja? Për shkak se unë jam sportist, do më pëlqente shumë të moderoja një emision sportiv, sepse më pëlqen shumë fusha e sportit dhe të njoh talentet e reja. Kjo vizitë u konsiderua një mënyrë frymëzuese për të rinjt që shohin të ardhmen e tyre në botën e medias dhe komunikimit.